A është një profesion në të cilën duhet të bësh shkollë? Varet, unë s'kam bërë. Po. A mund të gjej profesionin tënd për 2 minuta nëse e gjej të jap një dhuratë? Patjetër. A është një profesion në të cilën duhet të bësh shkollë? Po. Varet, unë s'kam bërë. Gjithë duhet bësh një shkollë, po jo domosdoshmërisht profilizohesh në rolin tim. Më shkencore apo shoqërore tek nga cila anon? Shkencore. 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 E bën në zyrë apo jashtë? Në zyrë. Në zyrë, po. Punon me orë fikse apo varet? Në orë fikse. Varet, si duash ti. Ke marrëdhënie me njerëzit? Shumë. Shumë, okay. Me njerëzit s'ka të bëjë. Inxhinieri? Jo inxhinieri. Arkitektur? Jo. IT? Po. Po IT, po nuk e afruar shumë. Software engineer? No. Kodime? Nuk jam hands-on. Menaxhim projektesh IT-e? Super. Urdhëro atë të janë 30 GB për ty nga Super Simpical. Faleminderit që luajte me mua. Merresh me editim? Jo. Mirë, nuk je se do shkollë, po s'është e thënë të ke shkollë, mund të bësh edhe vetë. Vërtet? Qofse ke eksperiencën e du, e bën. Gjithsesi unë do t'jap këto 30 GB nga Super Simi. Është e SIM digital që mund ta shkarkosh në 75 vende të botës. Spektakl. Do me thënë s'duhet ta blej unë tani se unë do i. Jo, ti tani ke aty, kontaktoj edhe do kesh. Okej, faleminderit. Faleminderit ty. Komentoni më poshtë profesionin e parë që ju erdhi në mendje.